të thot tanmiyatu sifati tayyiba, thot zhvillimi i cilësive të mira. Tash njeriu, sikur që thamë kupton i qet në kanar të këqijat, dhe cilësitë e këqija, pikat e dobta, të njëjtën kohë është mirë dhe të mirat mi po. Për çka mi po të mirat? Mi evituën vetvete të mirat, sifatet e mira? Thot mi zhvillu ato dhe mi ujit sa ma shumë. Sa të vdesin. Apo? Të mirat në vetvete, cilësitë e mira janë sikur bima. E ujit rritet dhe zhvillohet ma shumë, shtohet. Nuk e ujit ajo humbët, thahet. Apo? Për ata thot e kupton çka njeriu duhet atëherë me evitu edhe cilësitë e tij të mira. Pse? Por mi zhvillu ato apo kupton edhe ma shumë. Mi zhvillu edhe ma shumë. Për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka tha? Innamal hilmu bi tahallum. Më të vërtet urtësia arrihet me ushtrim, me ushtrime, për të bën i urtë. Dia arrihet duke mësuar dhe lexuar, po. Dhe veprat e mira, ibadet gjithçka mundesh më bë, duke bën ibadet, duke bën xhihad këtë rrugë, më bën i mirë. Apo e kështu me radhë. Pra e merr një cilësi dhe e zhvillon vetveten tonë nëse e shef që elhamdulillah, pra ata dhe pejgamberi sa kur i shifte sahabët radhiyallahu ta'ala anhu me sifate të mira të jo përmendte. Na i kemi shumë hadithe ka ku thot kupton o ti filan, thot më të vërtet ti ki di cilësi çka i don Allah dhe i dërguari i tij. Pse? Mia evitua ti këto ditë mira që ai ti ketë parasysh kupton dhe mos ti le. Dhe ti rrit dhe ti zhvillon. Për ata dhe na mes vete, këto janë këto mësime dhe rekomandime që na mes vete jo kupton me vënuesjat ata kupton ata kamerën ndaj një qetit vetëm të këqijat mi evitua edhe billah ose mikroskopin. Po përkundrazi dinja Allahut shoqërinë islame kupton këtë anë e ka mbyll. Ka thonë këtu më shelni sint. Përveç nëse on për qëllim me këshillu kupton për ai më përmirësu vet. Tamam? Ndërsa kupton e ka hap derën e çka? Ndihmimit të mirës, u ta'awuna lil birri wat taqwa. E ty shënë forma e të mirës, me ndihmu të mirën, është kur na kupton ja evitojmë dhe ja çesmi pa të mirat njëri tjetrit. Thomë vallahi haxhi, i ki ditë mira çka Allahu i don, me argumente. Aja ka parasysh këta, subhanallah. Ti për shembull fjala je shumë bujar, aja ka parasysh bujarinë e ti. Ti mashallah kupton je për shembull shumë adhurues apo agjerues. Ja përmend të mirën që ai më të vetë, ta harun këtë mirë dhe ta vazhdo. Ti je shumë për shembull ti je i buzëqeshur. O vëlla subhanallah kur të shoh tyje, kur ta shoh fytyrën tonë, subhanallah më qetësohet zemra. Çfarë si Allah ka dhënë nur dhe buzëqeshën fytyrën tonë. Ai pra ata e ka parasysh dhe e ruan ata po. Edhe bon çka ka vënë më qetësu zemrat besimtarëve. Apo filoni shumë e ruan gjuhën e tij nga gibeti. Nuk ka mundësi dikush me fol praninë e tij. Vetëm sa e kam ja tërheq vërejtën dhe mu çupi aty vendi. Mashallah alej. Vetëm se ku t'ja përmend mirë, m'ja përmend mirë, apo jo me lavdru. Lavdrata është me vazhdu, ti vazhdimisht a kupton në fjala çka, ti më thon, ky filoni. Jo, ja përmend mirën se ki që të mirë ruaj vëllai. Kjo çetër sen, kurse lavdrata me vazhdu, me lavdrue për me shkatru vëllain tanë edhe billah, do të më pas këtu, do të më pas kujdes.